Allahu Gjalla Gjallaluhu, krijuesit, furnizuesit dhe udhëzuesit ton. Po mos kishte qenë mëshira Allahu Teala, asnjëri prej neve nuk do të kishim qenë të udhëzuar. Salatet dhe selamet për shëndetjet dhe duat tona më të sinqerta, më të mira janë për të zgjedhurin e gjithë zgjedhurve të Allahu Teala, Muhammedin të birin Abdullahut. Mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm, edhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Të nderuar vëllezër, sot do të mundohem të jemi më të shkurt për shkak të vapës së madhe që po mbretëron pashë në xhami brenda 35 gradë për jashta, sigurisht se është mbi 37 gradë. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu ka kriju xhehenamin, xhehenami ishte anku Allahu Teala dhe i kishte thënë: o Zot, kam shumë vapë madhe, nxehtësi të madhe, po haj veten. Allahu Teala ja kishte mundsu 2 frymare xhehenamit në vit. Dhe ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vapa e madhe kur t'ju ka plën gjatë verës, ta dini se është njëna prej frymareve të xhehenamit, dhe të ftofti i madh kur t'ju rrok ndimën, ta dini se është një prej frymareve të xhehenamit. Allah na ruaj prej zjarrit të xhehenamit, ya Rabbi. Nëse një frymari që për ne nuk e dim se çfarë është, mund me na dhënë kësi zhegu, para mendoni brendësinë e xhehenamit, i cili është 70 herë zjarri i saj më i nxehtë se sa zjarri i kësaj bote. Allahu na ruaj, ya Rabbi, prej tymit, errësirës dhe zjarrit të xhehenamit. Njerëzit nuk i ka kriju Allahu Teala të njëjtë. Njerëzit, sikur që dallojnë për ka ngjyra, dallojnë për ka gjuha, dallojnë për ka raca, njerëzit dallojnë edhe për ka zemrat e tyre. Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se në trupin e njeriut gjendet një copë e mishit që nëse është tamam, tër trupi do të jetë tamam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, vërtet në trupin e njerit është një mudgha, copë e mishit. Idha salahat, salaha al-jasadu kullu. Nëse është tamam, i tër trupi do të jetë tamam. Nëse është i bindur ndaj Zotit, edhe gjymtyrët do të jenë të bindura ndaj Zotit. Wa idha fasadat, nëse nuk është tamam, nëse shkatërrohet, shkatron tër trupin. Nëse zemra nuk është e bindur ndaj Allahu Teala, i tër trupi nuk është i bindur ndaj madhnisë së tij. Nuk mund njëri me pretendu që ka zemrën e mirë, e veprat e tija me qenë të këqija. Nuk mund njëri me thonë, unë e kam zemrën e mirë, edhe pse s'fali namaz, edhe pse nuk agjeroj, edhe pse i pi alkoholin, edhe pse marr korrupsion, rrej, mashtroj, vjedhi, edhe pse bëj kurvni, edhe unë përsëri e kam zemrën e mirë. Ky e rën veten, me pas se si nuk mund me rrejt Allahun Teala. Nëse zemra është e mirë, të nderuar vëllezër, më do e mos edhe veprat tua do të me qenë konform urdhnave të krijuesit të zemrës dhe krijuesit tënd. Zemra është vendi ku ruhet imani, besimi. Zemra është vendi ku Allahu shiqon ne. Allahu nuk shiqon fytyrën tënde, as sytë e tu, as frizurën tënde, as veshën tënde. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum. Allahu nuk shiqon pamjen e juaj. Allahu nuk shiqon të jashtmen e juaj. Ne njerëz të vlerësojmë bast jashtmës tyne. Se a është pasanik, apo është fukara, a është frajer, apo është shëmtut, a është kështu apo ashtu, i vlerësojmë bast të jashtmës së tyne, dhe për fat keq kem marak me u shoqëru me njerëz të cilët në formën e tyne të jashtëm na dokën njerëz që i quajmë neve me pozita apo njerëz zotnillar. Dërsa Allahu Teala çka shiqon? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah nuk shiqon pamjen e juaj, as pasuninë e juaj. Lakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, por i shiqon zemrat e juaja, i shiqon veprat e juaja. Zemra është ajo e cila e mban atë për të cilën edhe janë kriju qiejt dhe tokë. E mban besimin. Dhe nëse zemra e shëndosh, Allahu Teala
jo çdo njonin e ka bë që të jetë bardh si emanetit të besimit në zemrën e tij. Walau alim Allahu fihim khairan la asma'ahum, Allah I ka thënë për pabesimtarët, Allahu me pas pa hajër në zemrat e tyre kishte bë që ata me dëgju fjalën Allahu Taala. Allahu kur nuk sheh hajër në zemrën e dikujt e bën që ai mu armiqsu ndaj së vërtetës, ndaj fjalës së Allahut Taala. Edhe se ka dert, pse armiqsohet me Zotin e tij. Por Allahu nëse ka pa hajër, dhe inshallah ju vllazën jeni prej tyre, gjërsa Allahu ju ka mundsuar me qenë mysafir në shtëpitë e tij, Allahu nëse sheh hajër në zemrat tuaja, Allahu ju mundson me hyrë në shtëpitë e tij. Allahu ju mundson me lexu fjalën e tij. Allahu ju mundson me pasu udhëzimin e tij dhe Allahu ju mundson me qenë prej banorëve të xheneteve të tij. Allahu na mundsoft inshallah xhenetin ya Rabbi. Nëse Allah ta ka mundsu ty, koqësh xhamis jo, po ty ta ka mundsu me qenë pjesë e xhamis, shtëpisë Zotit në këtë dynja, të dinë se Allahu ta ka desht të mirën. Dhe duhet falenderu Allahu Taala, prandaj edhe neve kur falim namaz, si e falim namazin e fillojmë me falenderim ndaj Allahu Taala, të thonë elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Falenderimi I takon Allahut Zotit të botëve. Elhamdulillahi alladhi hadana bihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Sa Allahu Taala thot, falenderimi I takon Allahu Gjalla Shanuhu që na ka udhëzu me këtë udhëzim, po mos kishte qenë udhëzimi I Allahut, s'ka pas kush që ne ka mund me na udhëzu. Njeriu nuk mund me udhëzu njeriu. Njeriu mundet me udhëzu njeriu në udhëzimin e Zotit të tij, por udhëzimi I zemrave është në dorë të Allahut Taala. Andaj nëse e sheh se dikënd Allahu Taala e ka udhëzu, ta dinë se Allahu ja ka dashur të mirën personit në fjalë. Dhe për këtë duhet falenderu Allahun Taala. Se ke mund me qenë për njerëzve të cilët janë ateista, janë laik, janë sekularist, janë dyshmën të fjalës Allahu Taala dhe humbin këtë edhe botën tjetër. Por Allahu Taala, nëse të ka nderu që ti me besu, me njoft Zotin tënd, falenderu atë për arsye se kjo është shpëtimtare për ty në këtë edhe në botën tjetër. Dhe Allahu Taala me 10 vende në Kur'an e ka përmend zemrën. Me 10 vende. Nuk ka që hajt ka zemër, edhe popullit e ne e përdor për shembull zemër. Për shembull ka zemrën e mirë, e ka zemrën e keqe, është njëri pa zemër, e ka zemrën e dryshkt, ai e ka zemrën e këtij apo atij. Do të thotë edhe ne kur bëjmë krahasime për njerëz që janë të mirë apo të këqij, marrim shembullin e zemrave të tyre, se zemra është pika kyçe në trupin ton, I cili është prej dheut dhe do t'i kthehet dheut, e pra aty do t'i kthehet Allahut Taala në ditën e gjykimit. E sot në mënyrë shumë të shkurtë do të përmendim shumë ajete të Kur'anit ku Allahu Taala ka folur për zemrat e njerëzve besimtar, pa besimtar, edhe munafik, të cilët haptas deklarohen që janë musliman, mirë po në realitet janë kundër Islamit. Nuk bëhet musliman I njëri që thotë unë jam musliman, jam I familjes muslimane, mirë po besoj që Zoti është I krijuar për mendimit të njerëzve. Kjo kufër. Të ditën ti thuj, masnë unë jam musliman. Mirë po muslimani është ai I cili I bindet fjalës së Zotit të vet dhe jetën e vet ja kushton konform urdhnave të krijuesit të vet. Zate vetëm ai ka drejt me tu përzi ty çka ke me hongër, çka nuk ke me hongër, si ke me uvesh, si nuk ke me uvesh, si kanë me qenë raportet tona brenda familjes, brenda shoqërisë. Këto norma I vetmi që mund me I përcaktu është Allahu subhanahu wa taala. Askush tjetër nuk mund askuj tjetër t'ja imponon mënyrën se si duhet mu vesh, se si duhet mu vdesh, se si duhet mu sjell, se çka duhet me fol. Është Allahu ai I cili I ka caktu normat e çdo sendit, prandaj edhe njerëzit që zemrat e tyre ja kanë dorëzuar Zotit tyne sillen konform urdhnave të Allahu Taala. Zemra më e mirë të nderuar vllazën është zemra e shëndosh. Por jo zemra e shëndosh që ne e kuptojmë zemra e shëndosh, valla s'ka problem, tensionin e ka mirë, ritmin e ka mirë, mashallah gure ka zemrën, edhe është I shëndosh ky njeri. Jo,
ai ka mundësi me qenë ndoshta i smund, po zemrën e ka të shëndosh në raporte me krijuesin e vet, me Allahun subhanahu wa taala. Kjo zemër e shëndosh nuk bën kufër, nuk mohon Zotin e vet. Zemra e shëndosh nuk shkon në gjanat që e devijojnë atë drejt rrugës tij, drejt Allahut taala. Zemra e shëndosh e njeh krijuesin e vet, e din kush e ka kriju dhe për ta edhe e bën jetën e tij. Allahu taala thot se dita e gjykimit, sura Shuara ajeti 89, është yawmun la yanfa'u mal wala banun. Dita ku nuk ndihmon as malli as evladi. Një ditë që të gjithë njerëzit, pa përjashtim, besimtar dhe pa besimtar, dyftërsha, munafika, të këqin, mëkatar, e burra të mirë, që të gjithë do të dalin për Allahut taala. Për dhënë llogari, nuk ke marrë neve në këtë botë, shkel e shko, merr pozita dhe shkel këtë mundesh pse është i dobët sipas teje. Pa tjetër një ditë do të delet para Allahut taala dhe do të jepet llogari para krijuesit gjithësisë. E zemra e shëndosh me nxjerrë prej ditën e takimit me Zotin e vet. Dhe Allah e tregon se ajo ditë s'ka me të ndihmu kur gjë. Tër pasonin me shpenzu për me shpëtu veten prej ditës llogarisë në shpëton. Yawmul hisab, dita llogarisë është e pashmangshme për gjitha krijesat. Jo vetëm që njerëz do dalin me dhon llogari, por edhe hyjvanati qofshin nderuar kanë me dhon llogari. Hyjvani që ka pas brina, i ka mshu atij që s'ka brina, Allah i ka me ngjall që të dy këta hyjvan, edhe ka më dhon këtij që s'ka pas brina, mshoj këtij që ka pas brina. E nëse hyjvant kanë me mshu njëri tjetrit me nxjerr hak, ku është mes njerëzve? Pse dikush sot e konsideron veten të fortë, edhe faraoni e ka konsideruar veten e fortë, por Allahu taala e poshtroi duke e përmbyt në fund të ujit që e përmbyti atë dhe pasust e tij. Për t'i tregu se ndort ku është deti, ndort ku është qielli, ndort ku është kodrat, toka, ndort ku është sundimi. Allahu taala është Melikul Muluk, sunduesi i gjithë sundimtarëve. Prandaj Harun ar-Rashidi kur ishte smu dhe i kishte ardhur vdekja, kishte në kulminacion pushtetin, tha merrni dhe më çoni te vorri ku ma kanë qelë vorrin. Dhe kur e pa vorrin filloi me çajt. Pse e pa vorrin e tij qelur. E pa shtëpinë në cilën ka me kalu kohë më të madhe se sa përmi tokë. Dini vllazën se përfundi tokës do të kalojmë kohën më të madhe krahasu se sa periudhën që e kalojmë mbi tokë. Dhe kur të hyjmë përfundi tokës, do të na merrën përgjegjësi nona jon toka, dhe kur të futesh, potezi i parë që ta bën vorri është ka me të shtrëngu mas pari. Mas pari ka me të lidh brinat, do t'i kap me një herë me të shtrëngu. Nëse je me besim, ka me të liru me urdhën të Allahut taala. Nëse je me pa besim, mbi supet e dheut, ke bo gjunahe, se ke njëf Zotin, je sjell me mendemadsi, ke më urnat e Allahut tënd, Allahu taala e urdhnon tokën, ja ku e ki, tëndin shtrëngo që tash. Deri në ditë kiametit, kafirin, pa besimtarin, ka me shtrëngu varri, tu ja përzi brinat dhe nuk ka me elon, deri ditë gjykimit. Para mendoni çfarë dhimbje është bota e berzahut. Allah na ruaj për azabit vorrit, ja Rabbi. Nuk ka shpëtim. Ata të cilët janë me iman, ata të cilët mbi sipërfaqet tokës janë mënu me respektu Zotin e tokës dhe gjithësisë, ajo tokë e lejon me qenë komod. Allahu thot shtroni një dyshek për dyshekëve të xhennetit, zënoni varrin sa i sheh synin, ndriçoni atë dhe hapni një dritare ta shehë vendin e tij se çka është e prit në botën e përhershme. Por se ne do të futemi ato hiç pa dyshim jemi dëshmitar për çdo ditë të njerëzve të tjerë që janë fut. Dhe Harun ar-Rashidi kërkoi që të shkonte te vorri i tij, e pa vorrin e vet, filloi me çajt. Për arsye se e pa që po shkonte prej kësaj bote dhe i drejtoi syt ka qielli dhe i tha: o ti që nuk i kalon sundimi, mshiro atë që veç tashma i kaloj sundimi. Ju drejtu Allahu Teala si sundus absolut
që kur nuk i kalon sundimi, deri sa ta bëhet ditën e gjykimit dhe të shkatroje 7 kat qiej, tokë, detra, fusha dhe male, yje, planete, diell dhe han. Allahu Teala kur të shkatron të gjitha do të pyet dhe do të thot limenil mulkul yawm, i kujt është sundimi sot? Ku janë zullumçart? Ku janë ata që luftuan fenë Allahut? Ku janë ata që i luftuan urdhnat e Allahut? Ku janë ata që i luftuan robët e Allahut? Limenil mulkul yawm, i kujt është sundimi sot? Kush do të jep përgjigje ndërum vëllazë? Askush përveç atij i cili është i pavdekshëm përveç Allahut Teala. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dhe mbetet vetë fytyra, madhnia, qenia e Zotit tënd, të lartësumit, fisnikut, Allahut subhanahu wa taala. Asgjë s'ka më mbet. E zemrat e shëndosha, tregon Allahu Teala se kur të vinë, kur nuk nimon as malli, as pozita, as fëmia, po çka atë ditë thot Allahu Teala, vetëm ai që vjen te Allahu me zemër të shëndosh, vetëm ai do të jep i shpëtumi. Vetëm ai që vjen te Allahu me zemër të shëndosh. Po ashtu zemër e përulur është ajo zemër e nënshtruar, e qetë në përmendjen e Allahut. Dhe Allahu Teala në surat Hajj thot ajeti 54, dhe zemrat e tyre janë të përulura. Zemra e përulur çka është vëllazër? Zemra e përulur është nëse ka ardhur një urdhër për Allahu Teala, kjo përulet, nënshtrohet. Është e nënshtruar karshi urdhnave të Zotit të vet. Nuk bëhet zemër mendë madhe. Kur ti thot dikush, sikur që ju than sahabeve, Allahu e ndaloi alkoolin, më një herë edhe se në fillim nuk ishte i ndaluar alkooli. I kishin në durët e tyne gotat e alkoholit, nuk than, a di qka edhe sa ka be Ramazan, hajt pa presim edhe na i dit. Hajt pe shtyjmë edhe pak, po kismet në Ramazan ko me lon. A than, zemra e për ullin e shtrot me njëherë Allah Teala. A erë për Allah Teala, po i morën dhe i qitën tër rezervat e alkoholit që i kishin dhe i lagën rrugët e Medines me alkohol, u derdh alkoholi i tëri në për rrugë. Pse? Për arsye se ju bo haram. Allahu andaloj dhe me njëherë ju largun. Zemra e për ullur, zemra e smund, nuk e len, do të flasim më vonë. Zemra e për ullur, me njëherë i nështrohet urnit të Allahut Teala. Kem zemër tjetër, zemër e cila është e pendume, e cila edhe nëse mashtrohet me epshin e vet, edhe nëse shejtani arrin me mashtru, me bona imkat, kjo vazhdimisht pendohet, bëhet pishman. Bëhet pishman pse se ka vu mbulesën, bëhet pishman pse s'ka fal namaz me kohë, bëhet pishman pse s'ka agjeru, bëhet pishman dhe vazhdimisht është zemër e cila pendohet dhe kthehet te Zoti i vet. Dhe thot Allahu Teala surat Qaf ajeti 33 për besimtarin thot i cili është friksuar nga Allahu në mos prezencë, edhe pse se ka pa Allahin dhe ka ardh i pendum, ka ardh i pendum. Nëse shkon me zemër të pendume tek Allahu Teala, ta din se nuk jep llogari për gjunahet që i ke vepruar. Për arsye se pendimi i fshin gjunahet. Et-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah, tha pejgamberi sa penduesi prej mëkatit është sikur ai i cili nuk ka mëkat. Andaj bën tauba. Mos thuaj shumë për gjunahe kam hoq, ismi fala Zoti si diti çka kom bë. Allahu Teala të kathir, jo hoxha. Allahu të kathir me u pendu. Pa ma parasysh se Allah fin e madhe ke fol. Pa ma parasysh se çfar pabesimi ke bë, çfar kufri ke bë, pendohu dhe kthehu Zotit tënd. Se Allahu Teala thot la taqnatu min rahmatillah, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut Teala. E pendimi ta shlyn të kalumen dhe inshallah shkon te Zoti yt i pastër prej mëkateve, ai i cili ka pak mëkate apo hiç, te Allahu Teala do të jetë i mëshiruar me mëshirën e Allahut Teala. Po ashtu kemi zemër të devotshme, ajo zemër e cila e madhron çdo urdhën të Allahut Teala. Ajo është zemër e devotshme. Zemër e devotshme është një zemër e cila e madhron ligjin e Allahut dhe thret në rrugë të Allahut Teala.
ndalon njerëzit, ju thot mos e bëni këtë punë se Allahu ka ndalu, kjo është e devotshme. Kjo është zemra e takvas, e njëri të devotshëm. Nuk mjafton vetëm për vete, por edhe i thret të tjerët që t'jenë të nënshtruar ndaj Allahu Teala. Thot Allahu Teala surat Hajj ajete 32, e kush e madhron fenë Allahut, ajo është shaj e zemrës devotshme. Kush e madhron fenë Allahut, kush krenohet që është musliman, kush krenohet me Kur'anin e tij, kush krenohet me pejgamberin e tij, kush krenohet me emrin e tij që është musliman, Allahu Teala këtyne u ka përgatit inshallah gjennete dhe thot këto janë shajat e zemrës së devotshme. Është edhe një tjetër zemër, e cila është zemër e dridhme, e cila dridhet kur përmendet Allahu Teala, ajo dridhet. Që ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zemra besimtarit muminit është sikur zemra e zogut. Zoga ke pa vazhdimisht është i friksu. Gjithmonë kështu gjatshme mos pi afrohet ndaj mac, ndaj qen, ndaj njeri dikush me dhe është gjithnjë e friksuar. Kështu është zemra e besimtarit. Zemra e cila dridhet, mos po gaboj diçka me Zotin tëm. Në llafin që e fol, zemra që i tutet Allahit e këshir, mos po i dhënoj Allahin, se që i dhënoj armiqtë të Allahit, zemra që ka hyrë frikë veç për Allahit nuk i friksohet armiqve të Allahut subhanahu wa taala. Ajo zemër bëhet zog karshi Allahut, por bëhet luan karshi armiqve të Allahut Teala. Dhe thot Allahu Teala, ata të cilët japin sadak, zeqat, nga ajo që është dhënë dhe u dridhen zemrat për shkak se do të kthehen te Zoti i tyre, surat Muminun ajeti 60. I ka përshkruar Allahu Teala xhenetlit, ka thonë janë ata që japin rrugë të Zotit dhe ata që ju dridhen zemrat. Wajilat qulubuhum, me të dridh zemra, me të thonë dikush, vëlla mos e bën çatane, pse mos më bën? Se Zoti e ka ndalu, zemra besimtarët me një herë fillon me u dridh, pas kom shkel liç të Zotit ta. Kërkoj djesi, ja Rab. Ban më fal o Zot, fal ma gabimin që e kom bë. Ama zemra e ngurt, sikur që do të flasim, është e zemër që fare nuk ja lën për kujtimi me fjalë të Allahut Teala. Zemra e qetësume, a qetësohen zemrat? Qetësohen. Dhe zemra që ka iman, që ka gjetë besimi vend në zemrën tënde, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, thot Allahu Teala surat Ra'd ajeti 28, thot vërtet me përkujtimin Allahu Teala qetësohen zemrat. Kur të nin Kur'an, kur lexon Kur'an, kur nin fjalët e Allahut, kur dëgjon fjalët pejgamberit alayhis salam, zemra që ka iman qetësohet. Edhe nuk di me spjegu për çfarë arsye po e nin një qetësi, por kjo është vllazën për shkak të imanit që ka gjetë vend në zemrat tona. Allah inshallah i bë zemrat tona të tilla. Është e qetë, qetësohet. Me po mi thonë, Allah ka thonë kështu, Allah ka urnu kështu, Allah nuk shqetësohet, pse Zoti më tha me umbulu, pse Allah pas ka ndalu kamatën, pse Allah pas ka ndalu zina, pse Allah pas ka ndalu korrupsionin, për është e qetë, a është dares për Zotit? Po, semi'na wa ata'na, ne i bindemi Allahut Teala dhe vetëm atij i nashtrohet. Kjo është zemër e cila është e qetësuar me përkujtimin e Allahut Teala, po ashtu është zemër tjetër e cila është zemër e udhëzuar, e cila është e kënaqshme me caktimin e Allahut Teala. Zemra e udhëzuar kur nuk i thot Zotit, o Zot, po bash mu kum gjetë o Zot me më sprovu me këtë meselë. Se ne me vëmë na godit një fatkeqësi, me një herë vezveset e shejtanit janë ato të cilat shkojnë edhe cytin ka e keqa me menu, po ku bash ty? Po ku bash ty? Ndërsa zemra e udhëzuar çfarë thot? Zemra e udhëzuar e din se ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janë ngrit lapsat, është thënë ngjyra. Dhe Ibn Abbas, çfarëdo që të ka caktuar Allahu Teala ti je razi me caktimin e Allahu Teala. Nëse ka pas me të godit një e mirë, mu qu tër njerëzit me ta hek, s'mund me ta hek, dhe nëse ka pas me të godit një e keqe, mu qu tër njerëzit me ta hek, se nuk mund me ta largu. Se ka pas me të godit ajo çështje. Dhe Allahu Teala na ka tregu se këto janë zemrat e udhëzuara që janë të kënaqura me caktimin e Allahut Teala. Prandaj tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, çudi është me çështjen e muminit besimtarit. Kur e ka mirë, falenderon Allahun dhe e ka mirë, kur e ka keq, bën sabër, falenderon Allahin, e din që po pastrohet me këtë fatkeqësi dhe përsëri e ka mirë. S'ka të besimtari si jam mirë. Gjithmonë besimtari është mirë.
Kur është mirë, falenderon Allahun për mirësinë që ja ka dhënë. Kur është në zër, bën sabër dhe e din se ky sabër është të pastru dhe të mqit të Allahu Teala në gjykimet të pastër. Thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kur e don një rob, ja shton sprovat. Deri sa e bën të pastër me hec pa mëkate në fytyrë të tokës. Edhe rob të tillë mban këto vllazën që ka njerëz të cilët nuk kanë mëkate, se Allah i ka sprovuar në këtë apo në formë tjetër, qoftë me smuje, qoftë pasuri, qoftë në emrin e tyre, apo në ndonjë mënyrë tjetër dhe kanë bërë sabër, Allahu Teala të tillët i ka pastru. Se thot Allahu Teala, kush i beson Allahut, ai do ta udhëzojë zemrën e tij. Sura Taghabun ajeti 19. E zemra gjallë është ajo që mendon edhe merr mësim. Se thot Allahu Teala, këtu ka një mend argumente për ata që kanë zemër. Sura Qaf ajeti 37. Zemra gjallë është që kur të thot dikush një çështje, Allah sa herë të pyet në Kur'an, sa herë të nxit me shiqu, kush të krijoi ty o njeri? Shiqo një herës se si të kam kriju. Shiqo synin tënd. A sa kamera, sa telefoni, sa aparati po del, kaç megapiksel, pastërtia kështu në high definition, LED TV, di çfarë korniza të reja, shiqo syni yt. Është për një moment në gjendje me shku në qoshe, mu lidh me një pik me pa një mis që atje, dhe është për një moment në gjendje me hap zoomin e synit të vetë. A nuk ka shemboj të mirëfillt në këto për njerëzit që kanë zemër të shëndosh me mendu, subhanallah, me thanë se vërtet dikush në formën më të përkryer na ka kriju njërë. Khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kam kriju njërin në formën më të përsos. Ta kalon diellin aq distancë. Që pak po të shtohet doza e vapas, u mytëm të i fshi njerëzit. Çka nëse kishte marrë dielli më poshtë? Ç'a ishte bo me ne? Çka nëse kishte shku pak dielli më aty tje? Me na bëha kullnaj. Po Allahu sa bukur ka vu baraspeshën në natyrë. Dhe ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Teala pesi ka kriju qiellin dhe tokën, të njëjtën sasi të ujit ja jep tokës, të njëjtën sasi të ujit. As nuk shtohet, as nuk mungohet. Dallon vendi, terreni. Mundëm si vetë me pas ujë më tepër, mundëm me pas tatësi, por planeti tokë e merr të njëjtën sasi të ujit prej ditës që e ka kriju Allahu Teala. Dhe zemra e shëndosh mediton në këto çështje dhe kjo është mendje e gjallë. Mirë po, të kundërtën e kësaj kemi zemra të smundta vëllezër. Zemra të cilat as din me menu, as din mu për ull, as din mu friksu, se është e smund. E me të vdek sistemi nervor në gisht, me të prek dikush, kur e smund, ty fare nuk dhem, se e smund. Dhe shqyr që metit ka nis ka pak me i dhimt, dhe individve ka nis me i dhimt, për me kalzu se e në gjallë. Se me mu konë gjumë, edhe mu konë e smund, meti s'nin kur gjallë. Po kur ai gjallë, i nin dhimbjet. Doktorat, kur dikush e ka përjetu në i shok elektricitetit, qa bëjnë doktorat? Ata doktorat mas pari marin edhe të këqyrin, api nin këti sistemi nervor. E me bo mësme të një gishti e thënë kur gjallë puna këti. Zemrat e smund as nin kur gjallë. Më rëthuj ka thonë Allah, aj livada. Rria që shtunë, më ka thonë Allah, aj. Hajde me Allah, ti, knaqë, njëre kem janë këtë jetë, ha, pi, rri, bën, qka të dush, edhe kem medal, e do vetin, sikur hajvani me e pa. Sikur që e pa, sot, subhanallah, një mod e re, në disa vende kish fillu, e mirshin qenin, ja hekshin turinin, bënin operacion plastik me turi qenit, edhe turinin e qenit në ftyrë. Subhanallah. Sot e pash një foto të tillë që kishin fillu, çfarëditit njerëz të smund në zemër kanë marak më kohë si qeni. Allah inshallah na ruan zemrat tona dhe mendjet tona. Thot Allah Teala për këto zemrat e smundta që i ka godit dyftërsia, nifaku i ka godit dyshimi, thot Allah Teala e të lakmoj a i zemra e cilit është e smund, surat Ahzab, ajeti 32. Kur flet për femnat, mos i heshoni zemrat e juja, zonat e juj, se ka mundësi mu prek dikush që ka zemrën e smund. Njëri që me zemrë të shëndosh,
ai e di që me femën nuk bën me pas punë, me femnën e huaj, ati nuk ja lën zoni femnës. Mirë po, nëse e shën femna zonin e saj, ka mundësi këti mjalon nëse ka zemrën e smund. Edhe manjaki më kujtu mas nene një memër e qëfar ke që këj zoni i kësaj kështu është. Ka qenë një farë tregimi për njënin kështu kështë full në telefon me një qik, edhe i ka pëlqy shumë zoni i saj. Edhe i kalon mu taku ma atë qiken. Dhe ku po taku me filon kafën. E qka kena me pi, qysh ko me të njoftën e ty, i thot ky ko me majt një mendil të kuq që tu, edhe ko me pi sok, qka ko me pi sok pezoj paranasit. Edhe shkon atjene, po vjen qika. Edhe ajo i tregon qa ka me veshë, sene, kur vjen qika, kur e she ky, si ka dollë si pas zonit, i ka dollë këtë tjetër sent, i bret i ka dollë, qa bon ky e hek atë kuqen, edhe po rrithu se s'penje e që në djatë shmajt po rrit po këqyr, aje këqyr në djatë këqyr shmajt, kur e she këto me qato tesha që ka full, edhe i afrohet, thot, më falni, mësini ju filoni, jo, thot, si jam filoni. A më thot, ne kemi lën takimin që tu kemi full, jo, thot, gabim e kim, këndru me dikon, po thot edhe zoni po mdo këtë si qashtu ne, edhe teshat, mi be thot, jas po shet që si jam të pi ananasuna, kod tjetër sënd. Se e kanë lënde me këqi, mu konë soki i njëpsh. E zemra e smund, ka mundësi me qene këti lozë. Me kujtu, se pse e ka dikuj zonin e mirë, e ka edhe doken e mirë. Po ashtu ka zemrat verbume. E thot Allahu Teala, verbrohen zemrat në krahëror. Zemrat e verbume jënë ato, që thot Allahu Teala, ka sy, po nuk sheh, ka vesh, po nuk ndim. Ka sy. Ka pas e sy e Bogjeli, ka pa mugjizet Rasulullah s.a.s. po s'kan pa. Ka këqyr, a ke pa njëri, ka mundësi me shiqu të njoni, po nuk e sheh. E masa i thot, as po m'gjeja, më falë se menti pa ta, tjetër ka. Ka mundësi me nini send, po nuk e ngon. I thot nona, diqka, shko merë që ta, shko merë atane, po, këtu në është të lujt me telefona, me kompjutera, me sende, po, edhe mas nene, qka tha? Po, deri që ta është fule, unë qka thash. Më thos nin, sa njerëz, ka të këtil, ju thu, ka thonë Allah, ka thë pejgamberi a.s. Mirë po ati nuk ja len, ato në qëfar ti i ke thonë, për arsye se zemrën e ka të verbume, zemrën e ka qërë. Po ashtu ka zemrat e cilat janë të shmangura, janë të lazrume, janë të largume prej Kur'anit. Thotë Allahu Teala, për ata të cilat janë dhonë mas epsheve dhe të kotës e kësaj dynjaje, për ata të cilat nuk dojnë me punu me mesazh të Allahut, surat Enbiya ajeti 3, thotë Allahu Teala, me zemrat e tyne të shmangura, të lastrume. Kur i përshkruan njerëzit të cilat nuk pasojnë rrugën e Allahut Teala. Po ashtu ka edhe zemra mëkatare, zemrat të cilat bëjnë gjunahe ndaj Allahut Teala. E fsheh të vërtetën. E din të vërtetën, por e fsheh. Kjo zemra e gjunaqarit. Në herë njëri vetit ja bën, do me fsheh vetin. I bën sabah mu qu me fal namazën e sabat, ja nal vetit, ja nal aty. Pastaj qohet sabah, kush ma ka nal besatin? A vetit e ka nal. Edhe i pyet të tjerët se kush e ka nal sahatin. S'ka qef, kur do të kush mja përmend se do të më mbulu femna, do të me fal namaz, do të me lënë cigaren, do të me bë këtë apo atë, ky nuk ka qef me i një këto sente. Është zemër e mëkatarit, i cili e din që alkoholi është haram, por e shet, edhe kur ti thu mo, sa herë kem përmend, valla myshteria po lyp, arsyetohet me myshterin. Kur ti thu mos shit drog, mos shit alkohol, mos shërbe alkohol, mos prostitu me femna dhe meshkuj, mos e bën kët apo atë gjest të keq, ky thot e di që haram, qa me vobë, edhe na i di to, edhe na i di që qështëne. E di që do të më mbulu femna, me po që edhe na i di kismet, edhe na i di, kur ti dalin që ka qda martë në kom, që se kështë kërkush që atëhere dënë me mbulu. Mirë po,
femra muslimane që ka frikë të Allahu Teala, ajo më një herë kur dëgjon fjalë të Zotit thot sami'na wa ata'na. Ndërsa zemra mëkatarit thot Allahu Teala dhe mos e fshihni dëshmin, sepse kush e fsheh atë, ai ka zemër mëkatare. Surat Bakara ajeti 283. Zemra mëkatarit është në herë vllazën kur ti ke qenë dëshmitar, e ke pa në i send, edhe duhet me dëshmu, edhe thot ky, ja, valla, zdi, unë, mu mas më përzini, ja, une, jo që ka dëni bani, që kjo zemra gjinaqari. Mos e fshini dëshmi, thot Allah Ta'ala, dëshmo, e dëshmia ma madhe është mi u kallëzu njerëzve urnat Allah Ta'ala, qka halal dhe qka haram, kemi u kallëzu njerëzve, në ditë gjykimit mos me dalë me thonë, ja, valla, se kena dit, jo e kena dit, për na ka kont, në ditë gjykimit, le t'jepe pas në llogari se cili për fshehjen e së vërtetës. Po ashtu zemra mendje madhe. Thot Allahu Teala për ata njerëz të cilët nuk i nënshtrohen Allahut, që e nin vetin tiran, e nin vetin të plot fuqishëm dhe mendon se unë s'kam nevojë më nështru Zotit. Kush jam unë me shku unë bashkë me xhamatin e thjesht me ran namaz në sejdë. Alamet pejgambert Allahut i kanë ranë sejdë Allahut, kush je ti me thonë unë si bi sejdë Zotit gjithësisë, unë si për ulem Allahut subhanahu wa ta'ala. E thotë Allahu Ta'ala, Allah i vullos zemrat e çdo arrogantit për buzës surat Ghafir ose Mu'min ajeti 35. Allahu i vullos zemrat e mendëmdhajve. Ki kujdes nëse të vjen një urdhën i Allahut apo i pejgamberit sa mos u bën mendëmad se mësh me fitu vullën që pastaj edhe me të thonë dikush në zim Allah kur ta vullos zemrën ti nuk ke mundësi me ju kthy Zotit tënd. Zemra e pa përgatitur, Allah ka tregu se do i kanë zemrat si janë të përgatitur për me pranu udhëzimin Allahu Teala. Allah i na ruaj për këtyre zemra. S'është e përgatitur. I thu çore bija jame, çore motra jame, çore nona jame, çore gruaja jame, do të më mbulu. Çore vlat, do të më fal namaz, do të më fillu agjerimin, nuk ka e përgatitur zemra për me pranu udhëzimin prej Allahut Teala. Dhe thot Allahu Teala, dhe mos ju nënshtro atij zemrën e të cilit e kemi lënë pa përgatitur ndaj nesh dhe e pason epshin e tij, surat Kehf ajeti 28. Sa ma shumë që të bësh rob i epshit tënd. Çish është rob i epshit tënd? Allah që tash po mkona me dal pak me kshy në femën puf, po dal për jashtë që tash. Ka dal më nëse harama, hajt inshallah Allah na i fal ditë xhumo, shkojmë na falemi te hoxha, edhe hoxha na i fal, jo hoxha sti fal. Hoxha nuk mund me të falë ty. Hoxha mund me të regu urdhën të Allahut apo ndalesën të Allahut Teala, por është Allahu ai i cili i fal mëkatet tona. Zemra dyshuese, ka zemra të cilat thot Allahu Teala dhe zemra të cilëve dyshojnë, sura Toba ajeti 45. Sa herë që ti u kallzon një sent ato dyshojnë. Ku me di ta që ashtu? Allah i po thot shtunën azab të vorrit ka ditë kame, ku me di? A ka ardhe një me nga kalzua, ku me dit? Non stop, për këta ne ka dyshime. Kjo zemër, që Allah Teala ka të regu se këto zemrat vazhdimisht dyshojnë. Edhe gjithmonë, i thu, ka thonë Rasulullah s.a.s. që zemra e smund, që është dyshime gjithmonë, ku me dit o hadis? Zotë jeti, sa jahudia shkrune, sa zindiki shkrune, ku me dit a janë këto hadise? Do të mi këqyrë meselet, këtë kalëzën dërës, të i më hu hadithet e Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam. Po ashtu ka zemër të ashpër, sikur që thotë Allahu Teala, ato janë zemër vlazët të cilat janë largu prej mshirës Allahu Teala. Zemra ashpër është e largume prej mshirës Allahu Teala, se i thotë Allahu Teala, sikur të ishe i ashpër dhe zemër fort, do të iknin prej rrethit tënd, o Muhammed, surat Ali Imran, ajeti 159. Zemra jote zgudzon me qenë e ashpër, do të me qenë zemër e but. Nëse je zemër but, Allahu e mjell faren e imanit në zemër tënd. Mirë po ta din se zemra forcohet me mëkate, me gjunahe. Sa të bën gjunahe, është ka një pikë e zezë. Për çdo gjunah është një pikë e zezë në zemër dhe pastaj bëhet zemra e ngurtë. Bëhet e ashpër, bëhet siguri që thot Allahu Teala. Dhe thot, dhe zemrat e tyne i bëm të forta, surat Maida ajeti 13. Pastaj nuk ta lën mo udhëzimi, nuk ta lën mo këshillimi Allahu Teala. Edhe nëse të këshillon dikush, zemra është ashpërsu, nuk pranon mo këshill. Përkundrazi,
kur t'ju thuhet atyne keni frikë Allahun, thot Allahu Teala i ka plën krenaria për mëkatin që është tu e bë. Kur t'ju thuhet tutje Zotit, çka merr me tot Zotit? Me njëherë e ka krenaria dhe lifdohet që është armik i Allahut Teala. Sa të mjerin ata që krenohen me armiqësimin që e kanë bo Zotit të tyne dhe Zotit të gjithësisë. Po ashtu, thot Allahu Teala, në lidhje me zemrat e atyne që e pasojnë të dyshimten, zemrat e cilëve janë të prishuna. Ka njerëz që ka zemrën e prisht, surat Al-Imran ajeti 7. Dy veta i ngon. Edhe ngon që ky që po jep argumente për Allahut dhe që ky që po jep argumente për vetit. Zemra e prisht ka e pason vllazën. Që dytën e pason. Kundër Allahu Teala. A nite që tha, jo që ky tamam e ka, lama ky që po kallzon që ka thonë Allahu pejgamberi. Që ky e ka tamam, që ky e ka saglam. E masën e të Allahu Teala dalin ditë gjykimit edhe shiqohen se kush e ka pas tamam apo kush e ka pas gabim. Dhe po ashtu së fundit zemra e vullosën, thot Allahu Teala dhe e ka vullos zemrën e tij dhe vesht e tij. Allahu Teala sur gjathja ajetin 23. Çfarë thot Allahu Teala për pabesimtar? Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ata të cilët kanë bë kufër, që nuk besojnë, njëjtë kanë, u përkujtove ti apo nuk u përkujtove aty në Zotin, ata nuk besojnë. Njëjtë kanë. Që po them livadha janë. Livadha është ai. Ti çka dush thuj, ai për të na kështu si hut ka me të kështu. Po, a? Ani mas nej? Hajtaj, krye ti, krye. Sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. U kujtova apo nuk u kujtova ata nuk besojnë. Pse vllazë? Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Sa Allahu ka vullos zemrat, u ka vullos vesht, u ka vullos të pamurit e tyne. I shihnin mugjizat të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I dëgjonin fjalët e Allahit. I shihnin se nuk janë fjalë të njerëzve të thjesht, po janë fjalë hyjnore. E shihnin se Muhamedi alayhis salam po bën mugjize. I shihnin. E kanë pa Ibrahimin alayhis salam në zjarm, s'pe djeg zjarmi, mirë po kanë sy po nuk shohin. E shihnin dhe megjithatë mbetnin në kufrin e tyre. E kur ta volos Allahu zemrën, s'ka kush që të udhëzon. Allah i zbut zemrat tona ja Rabbi. Allah i bën zemrat për ulura. Allahu Teala i qetëson zemrat tona me përkujtimin e Zotit ton. Allahu Teala inshallah i përmirëson edhe ata të cilët janë zemër prisht. Allahu Teala i zbut zemrat e atyre që janë zemër fort. Allahu Teala i bëft musliman që të jenë qëndrueshëm në çdo sprovë që vjen prej jo muslimanëve. Allahu Teala i bashkoft safat e muslimanëve ja Rabbi. Allahu i ndihmon vëllezërit dhe motrave tonë, kudo qofshin ata që kanë nevojë për ndihmën e tij. Allahu Teala i ndihmon vëllezërit tonë në çdo vend dhe i pasuroft sofrat e tyre, i shëroft smutit tonë dhe i mëshiroft të vdekurit tonë, dhe sa neve që jemi këtu prezant, Allahu Teala i fal mëkatet tona dhe na të bëft në xhenetet e tij të bukura në ditë gjykimit bashkë me pejgambert e Allahut dhe me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.